që godet dhe një kompleks faj që gruaja e ndjen më shumë se sa burri instinktivisht. Ti thuash një gruaje se unë ta dash, fillon të ndjen kompleks faj. Ti thuash një burri se unë ta dash, se të duhej, thot. Se s'ma dhe kot. Pa diskutim që ajo që bën burri është e duhur. Pa diskutim që ajo që bën gruaja është empatike. Po empatia nuk është arsye për të qenë më pak, është arsye për të qenë më shumë. Dhe sakrifisa që ne bëjmë, jo vetëm me burrat, por sakrifisa që bëjmë me çdo në jetë, e tipit që kur na shajnë, siç unë kam bjerë, në media, për atë që jemi. Sot më vjen keq shumë për veten time. Nuk di si ta përqafoj veten time. Sepse kur më shahin, nuk mendohesha si po ndjesha. S'kisha fuqi të mendoja si po ndjesha. Thoja si po ndjehet i mbir. Çfarë po mendon ai? Ka marrë telefon? T'ja them këtë? Të bëj sikur nuk po e kuptoj? Të bëj sikur nuk më ka bërë përshtypje? T'i them leje kaloje? Pa diskutim që ky është një instinkt që e ka çuar jetën përpara. Dhe mëmësi. Por ajo që unë ju them është, kujtohuni që her pas here duhet të dilni nga vetja, ajo e dyta, vetë, dali dhe të përshafoj ty njerë, se e ti keq.